Okej, le t'i futemi thellë kësaj teme. Çfarë i bën njerëzit e jashtëzakonshëm vërtet të tillë? Do zbulojmë bashkë se çfarë fshihet realisht pas performancave të mëdha. E kemi dëgjuar të gjithë apo jo? Sa herë shohim dikë të mahnitshëm? Një muzikant si Mozarti, një sportist elitar, apo një shahist genial. Gjëja e parë që na vjen ndërmend është, wow, çfarë talenti! Por, po sikur e gjithë kjo ide e talentit lindur të mos jetë e gjitha historia. Në fakt, dekada tëra studimesh tregojnë diçka krejt tjetër, që kemi në dorë shumë më tepër nga aftësitë tona se sa kemi menduar ndonjëherë. Për ta kuptuar më mirë, le të marrim një shembull klasik, diçka që gjithmonë është konsideruar si talent i pastër, veshi absolut. E dini, ajo aftësia e rrallë për të identifikuar një notë muzikore thjesht duke e dëgjuar, pas një pikë referimi. Kjo aftësi është kaq e rrallë, saqë për dekada të tëra, ideja ka qenë e prerë. O e ke, ose ke. Pik, nuk ka rrugë të mesme. E po këtu gjërat bëhen interesante. Një studiuese japoneze me emrin Ayako Sakakibara nuk ishte e bindur, dhe çfarë bëri? Ajo kreu një eksperiment pabesueshëm që tregoi se veshi absolut nuk është një dhuratë magjike, por një aftësi që mund të zhvillohet. Mjafton të fillosh trajnimin në moshën e duhur. Mirë, po Mozarti atëherë, ai që konsiderohet gjenju absolut, e po ja ku fshihet sekreti. Babai i tij Leopoldi nuk ishte thjesht një prind mbështetës, ai ishte një mësues muzike, le të themi, tejet i përkushtuar, i cili e futi Wolfgangun në një regjim intensiv trajnimi, me kohë të plot, që para se të mbushte 4 vjeç. Pra, të gjithë këta shembuj na çojnë në një pikë kyçe. Nuk është çështja thjesht të praktikosh. Çështja është si praktikon. Ka një lloj të caktuar praktike që bën gjithë ndryshimin. Të jemi të sinqertë, shumica prej nesh kur praktikojmë diçka, bëjmë atë që quhet praktik naive, thjesht përsërisim diçka në mënyrë mekanike, por sekreti i vërtet, çelësi që hap derën e ekspertizës, është diçka tjetër, është praktika e qëllimshme. Dhe kjo praktik ka një recetë, një formulë me 4 përbërës thelbësor. Së pari, duhen qëllime shumë specifike. Së dyti, kërkon përqendrim maksimal, pa shpërqendrime. Së treti, duhet feedback i menjëhershëm, të kuptosh menjëherë çfarë bëre mirë e çfarë gabim. Dhe i katërti, ndoshta më i rëndësishmi, duhet të dalësh gjithmonë pak jashtë zonës së rehatisë. Okej, kjo tingëllon mirë në teori, por çfarë ndodh konkretisht në trupin dhe trurin ton? Si është e mundur që kjo lloj praktike të na ndryshojë edhe fizikisht? Për t'ju përgjigjur kësaj, le të shkojmë në Londër. Aty, taksistët duhet të kalojnë një nga testet më të vështira në botë, i njohur si The Knowledge. Imagjinoni pak, duhet të memorizojnë çdo rrugicë të qytetit. Rezultati e pabesueshme. Pas vitesh të tëra trajnimi intensiv mendor, skanimet treguan se truri i këtyre taksistëve ishte rritur fizikisht. Po, ishte më i madh në pjesën përgjegjëse për kujtesën hapësinore. Pra, nuk ishte thjesht mësim, ishte një rikonstruksion i trurit. Shkenca pas kësaj është një koncept i quajtur homeostaz. Në thelb, truri dhe trupi janë dembel, duan të ruajnë ekuilibrin dhe të mos shpenzojnë energji. Kur ne i sfidojmë vazhdimisht, i detyrojmë të dalin nga kjo gjendje dhe të ndërtojnë struktura të reja më të forta për të krijuar një ekuilibër të ri në një nivel më të lartë. Mirë pra, ku na çon gjithë kjo? Çfarë po ndërtojmë me gjithë këtë mund? Po ndërtojmë diçka jashtëzakonisht të sofistikuar brenda mendjes son. Ky produkt final i praktikës së qëllimshme është ajo që shkencëtarët i quajnë përfaqësime mendore. Mund t'i mendoni si harta super të detajuara dhe komplekse të një aftësie të ruajtura në tru. Dhe këto harta bëjnë gjithë diferencën. Shikoni pak shahun. Një amator sheh 32 gur në një tabel. Një mjeshtër i madh nuk sheh gur, ai sheh modele, kërcënime, mundësi, linja force. Ai e sheh të ardhmen e lojës në një shikim të vetëm, fal këtyre përfaqësimeve mendore. Dhe ky koncept ka implikime gjigante. Madje shkon deri aty sa sfidon idetë tona më të rrënjosura, si për shembull rolin e inteligjencës. Shikoni këtë. Studimet tregojnë se, IQ-ja mund të ndihmojë në fillim kur je fillestar, por sa më shumë avancon dikush, aq më pak rëndësi ka IQ-ja. Tek ekspertët e vërtet, lidhja mes IQ-s dhe performancës pothuajse zhduket. Pse? Sepse praktika e qëllimshme dhe hartat mendore që ndërton bëhen shumë më të fuqishme se çdo avantazh fillestar që mund t'i jap inteligjenca. Në fund të ditës, praktika është ajo që ndan kampionët nga pjesa tjetër.
Kjo na bën ta shohim veten ndryshe. Ndoshta emri ynë nuk do të jetë Homo sapiens, njeriu që di. Ndoshta duhet të jetë Homo exercens, njeriu që praktikon, sepse aftësia jonë më e madhe është pikërisht kjo, të formsojmë vetveten përmes praktikës. Dhe kjo na lë me një pyetje thelbësore për të gjithë ne. Çfarë kufishi kemi vendosur vetes, duke menduar se janë të lindur dhe të pandryshueshëm, kur në të vërtetë mund të jenë thjesht pika ku nuk kemi shtyr mjaftueshëm? Ndoshta dhurata më e madhe që kemi të gjithë është pikërisht kjo, aftësia e trurit dhe trupit ton për t'u përshtatur dhe për t'u bërë më shumë nga sa kemi menduar se është e mundur.